40 portretet e ishte burgosurve dhe ishte përndjekurve politik gjatë diktaturës komuniste u ekspozuan për publikun shkodran së bashku me historitë e tyre të jetës. Ekspozita e rrugëtimit të papritëve të jetës u hap në muzeun Vend Dëshmisë e Kujtesës në Shkodër. Përgjegjësi i këtij muzeu, Pieri Mirdita, thotë se kjo ekspozitë na bën të reflektojmë shumë për të kaluarën tonë dhe shenjat e asaj periudhe janë të dukshme në shoqërinë shqiptare. Duhet thënë se kjo ekspozitë përmban profilet e 40 njerëzve të shpërndarë gjeografikisht në gjithë Shqipërinë, janë njerëz të cilët kanë pas një histori, duhet thënë, patjetër personale në raport me diktaturën komuniste, pra në raport me vuajtjen, dhe teksa unë personalisht shikoja profilet atyre njerëzve, shihja dhe kuptoja në ato foto që aty kishte një emocion, kishte një ndjenjë, kishte një gjendje shpirtërore. Dhe është një ekspozitë e cila na bën të reflektojmë shumë për të kaluarën tonë, për atë periudhë historike dhe duhet thënë që shenjat e asaj periudhe historike janë edhe të dukshme në shoqërinë shqiptare. Kjo ekspozitë quhet kështu, udhëtime të paparashikuara të jetës, sepse shumica e historive që ju do të lexoni aty shkurt, tjetër plane kishin jetën e tyre dhe tjetër pastaj përfunduan. Në Shqipëri ne njohim në këto 30 vite vetëm fytyrat e persekutorëve, por jo fytyrat e viktimave, jo fytyrat e të persekutuarve, jo fytyrat e ishte burgosëve politik, e atyre që u rritën dhe jetuan për gati gjysmë shekulli në vendet e internit. Ndërkohë ishte përndjekur treguan torturat atij regjimi në Bugje, ndërsa bën apel që keqet e mos harrohet pasi përsëritet në forma të tjera. Në Shqipëri komuniste nuk u përshkruton gjithë popull, ka një të veçantë që në të duhet të pamëshirshëm, në të rrimet e natëve, ka marrë edhe shmit. Në dokumentat ka vetëm emrin e nanës dhe ditime që në pas në vetëm moshë fëmijëre dhe shumë fëmijë kanë vetë në kampi të shfarosës të vetenës. Që Brezili ta kapi këtë temë, që e keqja mos përsëritet, por që mos harrohet, se e keqja përsëritet në forma tjera. Në moshën 16 vjeç, ishën këto qëllim. Në moshën 16 vjeç, ishë dhe në Rek Bashdari, një djalë kurajos që u ballafaqu me generalat e diktaturës. Karroca jeme përfaqëson vujtjeve mia. Por jam krenar. Vujtja ime është hija ime. Zë bashkut me mu kale. U rrita unë. U rrit dhe hija ime e vujtjes bashkut me te. Im kanë 2 vjeqe. Si bëhet me njëri në qement. Si s'mo e pa hangër papi, kena hangër vërë risit, kena hangër baklet, i kanë lë nana tona në Debelin, i kanë lë kokrat e Kolomboqit, i kanë lë në e kemë me hangër. Në këna ka pështë gjyshe nëse, kërë 18 të Debelin, s'për një trëpojet e me në përshim. E këshim dek edhe nëse kanë dek, të dekshim, dhe kur dekshin burrat u hypshin hungë policia për s'dekunit. Kjo ekspozit e realizuar nga fotografi koreano-gjerman Dong Ha Koe vjen në kuadër të aktiviteteve të organizuara në ditën ndërkombëtare të muzeve.